Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Robert Allahot, kjo botë është një vend banimi sfidës. Allah i sprovon robërit e tij për të shfaqur durimin e tyre, kënaqësinë dhe falënderimin e tyre, për të shfaqur se kush prej tyre është më vepër mirë, ashtu siç thot Allah i lartësuar në kuptim të ajetit. Allah është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se kush prej jush është më i mirë në vepra, dhe ai është i plot fuqishëm dhe falsi. Në momentet e fatkeqësive del në pa e vërteta e njeriu. Një nga të parët tonë të devotshëm ka thënë, 3 gjëra e vun në pa mençurinë e njerëzve: pasuria e shumt, sprova dhe pushteti. Besimtari e ditë se sprovimi është një ligj hyjnor i pandyshueshëm. Nuk ka pasur asnjë profet dhe asnjë rob i drejtë i Allahut që të mos jetë sprovuar. Sa'd ibn Abi Waqqas, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se e pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, cilët janë njerëzit më të sprovuar? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: profetët, pastaj më të mirët prej tyre. Njeriu sprovohet sipas nivelit të fesë së tij. Nëse feja e tij është e fortë, sprova e tij është më e rëndë, dhe nëse në fenë e tij ka dobësi, sprovohet sipas gjendjes së tij. Dhe sprova vazhdon të jetë mbi robën derisa ai të ecë në tokë pas një mëkat, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim, Allahu e mëshiroft, ka sqaruar se njerëzit ndaj fatkeqësive ndohen në katër shkollë. Shkolla e parë, durimi ndaj sprovës, dhe kjo është shkolla më e ulët nga shkollat e lavdrueshme, dhe është obligim për çdo musliman. Ai që nuk tregon durim, bie në panik dhe zemrim, gjë që mund ta privojë nga shpërblimi dhe t'ia shtoj fatkeqësinë. Ali radiallahu ta'ala anhu ka thënë: ta dini se durimi në raport me besimin është si koka me trupin. Nëse pritet koka, trupi vdes. Pastaj ngriti zërin, Allahu qoftë i kënaqur me ta, duke thonë: s'ka besim për atë që nuk ka durim. S'ka besim për atë që nuk ka durim. Allah i lartësuar thot në kuptim të ajetit: neve do t'ju sprovojmë juve me frikë dhe uri, me dëmtim në pasuri dhe njerëz, dhe në prodhimin e tokës. Mirë po ti o Muhammed përgëzoj durimtarët, ata të cilët kur i godet një fatkeqësi thonë: jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Allah i lartësuar thot se do t'ju thuhet banorëve të xhenetit për durimin e tyre si shkak të shpërblimit dhe për gëzim për durimin që ata bërën, po që atë qoftë mbi ju për shkak të durimit tuaj, sa i mirë është përfundimi i botës tjetër. Shkolla e dytë, kënaqësia dhe dashuria e shtuar për Allahun. Kjo është shkollë më e lartë, ku robi e sheh në sprovë mirësinë dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dashuria e tij për Allahun rritet dhe shtohet dëshira për takimin me të. Abu Dardaja, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: Allah kur cakton një gjë, e do që njerëzit të jenë të kënaqur me të. Dikush nga të parë tonë të mirë ka thënë: ai që nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut, nuk ka ilaç për marrëzinë e tij. Ai që nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut, nuk ka ilaç për marrëzinë e tij. Shkolla e tretë, falënderimi ndaj sprovës. Kjo është një shkollë madhështore, ku robi falënderon Allahun për sprovat ashtu siç e falënderon për begatit, duke ditur që Allah nuk e sprovon atë përveç se me urtësi dhe mëshirë. Omeri radiallahu ta'ala anhu ka thënë: çdo herë që kam qenë i sprovuar, kam parë në sprovë 4 mirësi të Allahut. Çdo herë që kam qenë i sprovuar, kam parë në sprovë 4 mirësi të Allahut. E para, sprova nuk më preku në fenë time. E dyta, mund të kishte qenë më e rëndë. E treta, më mundsua që të jemi kënaqur me atë që Allah e caktoi. E katërta, shpresoj shpërblim për këtë sprovë. Thot Omeri, kur e ka godit një sprovë, i ka medituar këtu 4 gjëra. E para, alhamdulillah që nuk jam sprovuar në fe me dalë për imanit. E dyta, e falenderoj Allahun se ka pas mundësi më kon marron. E treta, më ka mundsuar Allah azza wa jall më kon i kënaqur. E katërta, shpresoj shpërblim për këtë sprovë që më goditi. Shkolla e katërt, o robër të Allah, dhe kjo është shkollë negative, paniku dhe zemrimi ndaj sprovës. Kjo është e kundërta e 3 shkollëve të para dhe shkatron shpërblimin. E nesi Allah qoftë i kënaqur me to tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shpërblimi i madh vjen me sprova të mëdha, dhe kur Allah e do një popull ai sprovon ata.
Ai që pranon me kënaqësi do të ketë kënaqësinë e Allahut, dhe ai që zemërohet do të ketë zemërimin e Allahut. Ai që pranon sprovën, Allah është i kënaqur me ta. Ai që zemërohet, Allah azza wa jall zemërohet me ta. Rabi'atul Adawi tabi'iu nga nxënësit e sahabëve ka thënë, kur Allah cakton diçka për të dashurit e tij, ata nuk zemërohen ndaj saj. Nëse dën me ditë ai je prej miqve të Allahut, të dashurve, shiko, kur të godet një sprovë, nëse nuk zemërohesh, je prej evlijave të Allahut azza wa jall. Je prej dashurve të Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti zemërohesh, me sjelljen tonë ti je largu, nuk je prej evlijave të Allahut, nuk je prej miqve të Allahut subhanahu wa taala. Imam Ahmedi ka thënë, njerëzit ndaj sprovave ndohen në 3 grupe. Ai që zemërohet dhe humb shpërblimin e tij, dhe ai që tregon durim dhe fiton shpërblimin e durimtarëve, dhe ai që është i kënaqur dhe arrin shkallën më të lartë. Do thonë njerëzit sipas Imam Ahmedit 3 grada. Ai që zemërohet, ai humb shpërblimin, ai këtë sëngjendjen. Ai që bën durim, fiton shpërblim dhe ngushëllon veten, dhe ai i cili është i kënaqur me caktimin e Allahut, edhe arrin gradën më të lartë, është prej evlijave të Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun të na bëj për robërve të tij të kënaqur, falënderues dhe të durueshëm, dhe të na ndihmoj të kemi mendim të mirë për të në çdo rrethon. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح حالنا وحال إخواننا حيثما كانوا. اللهم كن لإخواننا في غزة وفي غيرها وفي الشام يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين. اللهم أنت حسبنا على أعدائنا أعداء الدين. اللهم اكفناهم بما شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارزقنا الثبات إلى الممات يا رب العالمين. اللهم من علينا بأن نكون من أوليائك الصالحين يا رب العالمين. اللهم اهدي قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، نقف حيث وقف القوم يا رب العالمين، من المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة حقا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وإلى طاعة رسولك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.